Përshëndetje, mirë se erdhët në Shkëndi. Sot kemi të ftuar të veçantë, Dritan dhe Erika Meminaj. Ata vinë nga Master IT, një biznes që është në prag të 10 vjetorit të tyre dhe që i shërben më shumë se 500 bizneseve në gjithë Shqipërinë, duke i ndihmuar ata që të kenë një sistem për të menaxhuar nga A-ja në Zh, ku do të dëgjojmë më shumë nga të dy themeluesit e biznesit se çfarë të mira Master IT ju sjell bizneseve direkt në mënyrën se si ata performojnë dhe se si ata sigurojnë dokumentimin e të gjitha aspekteve të bërë biznes. Dritan, Erika, mirë se erdhët. Shumë mirë se gjithë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Unë ndihem e nderuar t'ju kem këtu sot. Juve keni ecur shumë bukur në biznesin tuaj dhe unë jam shumë e gëzuar ta shoh se si Master IT në këto të paktën 8 vite që unë ju njoh, juve jeni rritur në mënyrë mbretërense duke kontribuar në zhvillimin e të gjithë biznesit në Shqipëri. Shumë kënaqësi të jemi bashkë. Unë do t'ju ftoj që të kemi një bisedë të këndshme, mund të më ndërprisni sa herë të doni. Okej. Por do doja që të kemi edhe një bisedë që të jetë sa më e lirshme dhe sa më e hapur, duke i sjell kush ka qenë udhëtimi juaj me Master IT. Si juve keni naviguar, si ideja ka ardhur dhe ka marrë atë formën që sot juve sillni dhe atë platformën ndërkombëtare IRP që është në shërbim të bizneseve shqiptare. Së pari unë do të thoya Dritan, si lindi Shkëndia, ideja jote për të papur të Master IT? Çfarë zgjidhje, çfarë problemi do adresoni juve? I dhëna faleminderit një herë për ftesën. Është kënaqësi që të flasim për biznesin tonë, por dhe formën se si jemi rritur në ndër vite. Në fakt, Shkëndia e parë për të filluar një biznes ka lindur dhe nga dëshira ime për teknologjinë dhe për të pasur sa më shumë automatizim në proceset e biznesit. Unë vi nga një formim profesional dhe kam mbaruar për administrim biznesi dhe gjithmonë ka qenë dëshira se si një gjë për ta bëjmë më shpejt dhe në formë po themi të saktë. Kështu që përveç faktit që kishte një dëshirë në një moment të caktuar, duke marrë disa, po e them, kërkesa fillestare, lini dëshira pse mos ta bëj biznes. Tek këtu mora guximin që në vitin 2016, në fund fakt, të hap një kompani me shërbimet që unë doja t'i ofroja bizneseve. Erika, juve punoni bashkë. Po. Si ka qenë të jeni një skuadër së bashku në këto 10 vite? Ka qenë shumë mirë, kemi ngritur njëri tjetrin, kemi mbajtur barrat e njëri tjetrit. Patjetër nuk ka qenë lehtë, pra ka pasur sfidat e veta, por mendoj që rrugtimi ka qenë shumë i bukur dhe le të themi na ka rritur të dyve së bashku. Por do ta përshkruaja si një kombinim shumë të mirë dhe që ka sjellë benefitet e veta. Okej, shumë kënaqësi. Le t'i zbulojmë pak nga pak ato benefitet e rritjes. Unë e di ju kam njohur në 2018, ku Master IT binte me idenë e e-billing, e faturave elektronike, ndërkohë që juria e asaj kohe sfidës ideja ishte në vështirësi se si do ta çmonte këtë ide. Dhe unë dua të të pyes si ka qenë për ty të vije me një ide inovatore ku mjedisi ishte akoma i papërgatitur. Në fakt e mbaj mend atë kohë dhe realisht ka qenë vërtet dhe një kundërshti dhe nga po themi nga juria dhe kjo ndonjëherë më bën edhe pak habi dhe sepse normalisht ne ishim në një po themi në një konkurs, mund ta quaj ose në një ide kur ne do të kishim inovacion dhe inovacioni që unë sillja ishte një gjë që i duhej çdo biznesi. Pra, në atë kohë akoma punoj me faturadore, akoma punoj në formë manuale të shumë gjërave dhe nevoja për teknologji ishte një domosdoshmëri dhe unë nuk shifja më shumë kontekstin ose problematikat e asaj kohe, por shifja çfarë avantazhe do sillte gjë. Dhe kjo ishte një nga motivet që shoh shpeshherë që nuk shoh problemin, shoh çfarë do të sjellë zgjidhje. Dhe kjo është një nga ato gjëra që vërtet më ka bërë jo vetëm në biznesin që bëj, por në shumë gjëra që të ecësh përpara. Nëse ti fokusohesh gjithmonë te pengesat, e ke të pamundur të ecësh. Nëse ti fokusohesh se çfarë të mira është ose çfarë do të sjellë kjo gjë, atëherë do gjesh mënyrën për të t'i kaluar sfidat që por në atë kohë ka qenë vërtet sfidë fakti që dhe mentorët do pak a shumë kundërshtonin dhe për mua ishte si ka mundësi do nuk e pranoja dot, por realisht tani e shohim që kjo është një realitet i bërë jo vetëm nga ne si kompani, por sigurisht e pranuar në shumicën e bizneseve sot. Digitalizimi elektronik i çdo biznesi funksionon dhe tashmë edhe me një ligj, është ligji fiskalizimit, kështu që
ishte më e lehtë se sa dukej. Ishte shumë e lehtë sa dukej. Unë mbaj mend atëherë këtë vështirësinë e juris për ta patur në fitusin Master IT dhe e di që këtu ne shohim se si kundrejt inovacionit jo të gjithë njerëzit janë mbështetës. Jo të gjithë arrin ta kuptojnë vizionin dhe jo të gjithë arrin ta përqafojnë atë. Unë jam shumë e gëzuar që atëherë ata me gjithë kundërshtit e vlerësuan dhe e çmuan si fituese Master IT. Do të përrohesh asosh nëse nuk do ta kishim mbështetur. Por nga ana tjetër, ajo që mësimi që unë kam është që inovacioni jo gjithmonë njerëzit e kuptojnë. Dhe jo të gjithë, por e bukur është që juve të dy nuk hoqët dorë nga ai vizion që kishit dhe kushtet erdhën shumë shpejt dhe mbase ju ishit pionier që mund të përfitonin nga ajo mundësi në momentin kur shumë të tjerë mbase nuk e dinin akoma se si do navigonin në këtë treg. Dhe në këtë kuadër doja të pyesja, juve e themeluat Master IT në 2016 në nëntor dhe ne në këtë nëntor do bëjmë 10 vjetorin. Por si ishte për juve kur Dritan e Rikani do përveshin me nuk e lëmë këtë gjë, do ta bëj me gjithë këtë mjedis që ishte jo shumë mbështetës në atë periudhë. Sfidat mund ta them që nuk mbarojnë ndonjëherë. E rëndësishme është që të jenë sfida të rrisin dhe të bëjnë më mirë. Mund të përmend disa sfida që vërtet na ka ndodhur dhe kemi hasur vështirësi, qoftë duke menduar dhe tërheqjen mbas ndonjëherë në biznes. Një nga sfidat ka qenë pikërisht dhe ky moment i digitalizimit, kur ne kemi pasur momentin që vetë shteti nxori një ligj për kompanitë që do të ofronin këtë shërbim dhe kuptohet kriteret asaj ishin shumë të larta me atë që neve ishim. Por kjo është një sfida e parë ligjore, mund ta them. Sfida e dytë ligjore ishte edhe stafi. Sfidën e parë ligjore te kaluam dhe arritëm që dhe nëpërmjet negociatave dhe me palët e interesit ta kalonim dhe e kaluam. Sfida e dytë ka qenë po prapë në të njëjtën kohë, po prapë me stafin dhe me shumëtor. Një nga personat e ngushtë që kishte punuar prej kohësh me ne vendosi për të larguar nga kompania jashtë Shqipërisë dhe për mua ishte shumë sfidë sepse ne kishim bërë një punë shumë të madhe, ishte përveç anës dokumentare, po themi edhe pjesa e bërjes së punës për këtë ligj, për fiskalizim, për këtë digitalizim, dhe një nga personat kyç u tërhoq. Dhe kjo ishte shumë sfiduese. Në fakt, aq sa mendova, thash, nuk jam vend për ta bërë këtë biznes, do të rriqen fare dhe ishte një kohë shumë e vështirë. Por ajo që bëra është që pas sërish mendova një situatën, mendova prapë tek përfitimet. Mendova që përfitimet që do vinin nga bërja e kësaj gjë do ishin më të mëdha se sa kjo sfida aktuale dhe realisht gjetëm një zgjidhje tjetër në atë moment, pra gjetëm bashkëpunëtorë të tjerë që na u gjendën, po e themi, në kohë shumë të shpejtë për të përshtatur dhe me atë që kishin bërë deri në atë moment dhe realisht e dolën. Po, e shikojmë, do festojmë së shpejt. Unë do doja, Erika, nëse mund të na sjellësh një panoramë të gjitha shërbimeve që ofron Master IT. Patjetër. Ne si Master IT, sikurse dhe Dritania Ceku, kemi lindur në vitin 2016 dhe operojmë tashmë prej një dekade në tregun shqiptar, por edhe në atë rajonal, dhe ne jemi partner zyrtar të një ndër platformave belge që quhet Odoo ERP. Odoo është një platformë belge e cila mundson një ndër softwarët më të mirë në botë. Tashmë hyn tek top 10 që janë më e mirë në gjithë botën për sa i përket menaxhimit të çdo kompanie. Çfarë bën, le të themi, këtë si produkt unik është fakti që për çdo lloj biznesi, qoftë një klinikë e thjeshtë apo një kompani prodhimi, Odooja i vjen në krah, i vjen, le të themi, si mbështetje, duke i ofruar software-in gjithë menaxhimin në tërësitë të kompanisë, le të themi në çfarë do lloj fushi që është kompania. Nga ana tjetër, Master IT mban me krenari, e them kështu, partneritetin zyrtar me Odoo si një partner i besuar, një partner serioz, tashmë me një rate shumë të lartë suksesi implementimi, me një suport të vazhdueshëm ndaj klientëve. Ne kemi zgjedhur që t'i shërbejmë klientëve me cilësi dhe nga ana tjetër ndoshta arritja jon nuk ka qenë me hapa galopant, ka qenë me hapa pak më të vegjël, por më stabil. Dhe sot, le të themi, në kufi të 10 vjetorit ton, ne jemi të stabilizuar, nga ana tjetër kemi një staf prej 13 vetash dhe i qëndrojmë në krah çdo klienti për ditë, jo vetëm atyre që ne kemi pasur, por të gjithë klientëve tanë të rinj, duke i suportuar dhe duke u rritur bashkë me ta. Pra, kush ka nevojë të duan që të kenë këto shërbimet e Odoo ERP-s, mund të trokasin tek Master IT. Nuk ka rëndësi. Ne ofrojmë, po themi, digitalizimin e proceseve të biznesit, duke filluar nga ato më bazike, po themi, prerje një fature për klient, një kuponi, deri tek ato më të avancuar menaxhimin e burimeve njerëzore, rekrutimeve, gjenerimin e listë
pagesave, pra qoftë në menaxhimin e rrjeteve sociale, po themi platforma është gjithëpërfshirëse dhe prandaj dhe është një nga 10 zgjidhjet më mira sot në botë dhe jemi shumë krenar që vërtet kemi vazhduar ta implementojmë, por dhe t'i besojmë kësaj zgjidhje për një pjesë të bizneseve duke ofruar si shërbim një pjesë të bizneseve në Shqipëri. Unë doja të shtoj jetonë në fakt që është e rëndësishme për ta shtuar, është një ndër pikat tona të forta si kompani partner të tu është lokalizimi që ne kemi bërë programit. Kështu që programi shitet në të gjithë botën, por po implementohet në Shqipëri shumë e më shumë. Le të themi ne kemi sot qindra kompani të cilat janë të madhësive të ndryshme dhe çdo ditë kemi kërkesa nga kompani të tjera, por ka një arsye të thjeshtë dhe kjo është lokalizimi që ne kemi bërë. Ne nuk kemi lokalizuar vetëm pjesën e kontabilitetit, por gjithashtu dhe le të themi menaxhimin e burimeve njerëzore sipas legjislacionit, kemi certifikuar për të ofruar fiskalizimin në Shqipëri dhe le të themi këto janë ashtu sikundër e kemi përkthyer dhe software-in në gjuhën shqipe, çka e bën të përdorshëm për gjitha bizneset dhe me fuqi le të themi manageriale të sistemit dhe mendimin tonë për ta përdorur. Okej, pra është një produkt ndërkombëtar, por është i lehtë për të përdorur nga çdo biznes sepse juve e keni lokalizuar, është në gjuhën shqipe në përputhje me bazën ligjore në Shqipëri. Urime, shumë bukur. Dhe unë dua t'ju pyes pak, kush është receta e suksesit tuaj? Erika ka përpara që ne jemi rritur me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Në 10 vite, në një mjedis që kanë patur këto ndryshime që Dritani përmendi, paketa ligjore, kërkesa, kritere, dhe ku biznesi dhe boritet, por ama edhe oferta ndryshon, doja t'ju pyesja kush është receta, kush janë faktorët tuaj të suksesit? Një nga ato element kryesor që mendoj që i duhet çdo biznesi është qëndrueshmëria dhe do të thotë dhe në kohë sfidash të qëndrosh për klientin, do të thotë të ofrosh shërbimet pavarësisht se duket sikur nuk ka fitim në momentet e caktuara, duket sikur nuk po ka eficiencë në kur, por mendoj që fakti që ti qëndron ti e provon më shumë se sa të tërhiqesh. Një tjetër këndvështrim në fakt për sa i përket kësaj pjese, nuk mendoj që ka një sekret, mendoj që ka net pa gjumë në cilën le të themi Dritani ka qëndruar dhe le të themi e gjithë puna ka ardhur si pasojë një përkushtimi dhe një pune shumë të madhe. Dhe nga ana tjetër qëndrimi për klientin, pra mbështetja e vazhdueshme, le të themi klienti mund të telefonojë në çfarëdo lloj momenti, por ti do t'i përgjigjesh. Klienti do të kërkojë takim, por ti do të jesh aty me të. Pra, kjo mbështetje e vazhdueshme, mendoj që kjo ka qenë një nga ato përbërësit të rëndësishëm për ta bërë atë recetën e suksesshme. Pra, të gjithë klientët e dinë që kanë shërbim të besuar, një shërbim profesional dhe Master IT është aty për ata. Po juve si skuadër, si ka ndikuar kjo në si pjesë e suksesit? Si që të kesh një skuadër që juve dhe jetoni bashkë, keni dhe një djalë bashkë. Neve punojmë bashkë dhe jemi shumë të kënaqur që punojmë bashkë dhe mbulojmë dy aspekte të ndryshme në kompani. Unë jam tek pjesa e menaxhimit dhe pjesa e po themi e gjërave që kanë kërkojnë pak më shumë precizion ose ekspertizë, ndërsa Erika që pjesa e shitje marketingut dhe kjo gjë na ka bërë dhe ndarja e përgjegjësive na ka bërë që të punojmë shumë mirë bashkë dhe në fakt kemi bërë një formulë të mirë. Don special ajo që i duhet një biznesi dhe i duhet që të ketë një marketing të mirë, të ketë një po themi zbatim të produktit ose ofrimin e zgjidhjes në cilësinë e durë. Kështu që ne me të dyja këto mendoj se kemi arritur. Unë jam shumë e bindur dhe mënyra si vjen me ju të dy është që ju keni zgjedhur të bëni atë që dini të bëni më mirë dhe një skuadër komplementare për ta shpërndarë biznesin përpara. Patjetër. Dhe mendoj që një nga gjërat shumë të rëndësishme janë ata persona të cilët kanë qenë pjesë e rrugtimit ton. Patjetër ne jemi mirënjohës ndaj kujtoj që ka qenë në rrugën tonë, pra që nga fillimi, sepse ne Dritani ka nisur vetë, më pas është bashkuar dikush tjetër që vazhdon punon akoma me ne dhe mendoj që le të themi mirënjohja është nga ato bazat e rëndësishme dhe ne vërtet ndjehemi të përkrahur dhe të mbështetur nga stafi që ne kemi. Pra jo vetëm përkundrejt njëri tjetrit, po edhe nga personat të cilët punojnë me ne, nga skuadra jonë. Unë edhe nga ana e qendrës balans do t'ju falenderoj sepse ju me vitin e kaluar mbështetët edhe disa biznese të reja për të kuptuar potencialin e zgjidhjeve digjitale në menaxhimin e biznesit. Duke dashur që digitalizimin, eficiencën e proceseve ta përqafojnë edhe bizneset e reja në mënyrë që të përfitojnë më shumë nga kjo iniciativë.
Kështu që kjo është një falënderim personal për mbështetjen tuaj vullnetare për të mbështetur këto bizneset e reja. Për të kthyer pak te pyetja pak më parë, në fakt neve kemi mbështetur shumë biznese. Unë kam qenë gjithmonë i orientuar tek kur shifja dhe të rinj që donin të bënin diçka, por ju duhej sistemi dhe ndoshta nuk e kishin fondet. Dhe shpeshherë dhe në biseda bashkë, këtë do ta mbështet sepse ky nuk ka problem. Më ka thënë shumë, duhet viti i parë, a mund të hapësh falas ose a mund të hapësh me gjysmë çmimi, i kam thënë gjithmonë duke vlerësuar, duke parë që shiko vërtet ka një dëshirë të mirë për të ecur dhe jam i bindur që ky do ecë dhe i kam mbështetur, pavarësisht se mund të ketë qenë një kosto e vogël dhe kjo ka qenë prirja dhe imja gjithkohë, duke qenë se vetë biznesi ka filluar nga fillimi çdo gjë, çdo po themi biznes që shoh të ri dhe ka nevojë për mbështetje, e shohim në bërjen tonë të biznes duke i ofruar një paketë ose një çmim pak më të reduktuar se dikush tjetër dhe duke bërë që të fillojë të përdori sistemin. Bukur, pra juve jo vetëm që krijoni raporte mbështetëse dhe besimi me klientët tuaj, por Master IT është edhe për të mbështetur dhe bizneset e reja. Aty ku ju shikoni potencial dhe besim, juve keni mundësi që t'ju krijoni, keni një fleksibilitet për t'ju krijuar atyre mundësinë që të fillojnë punën me një sistem. Patjetër. Të fillojnë punën me një sistem digital i cili, siç ju e thatë, krijon lehtësitë, krijon përputhshmëri me bazën ligjore, por ama ju jep edhe një foto të biznesit të tyre, apo jep një dokumentim që mund të shërbej në një bank, në një program, apo për të marrë vendime bazuar në të dhëna. Atëherë, të gjithë bizneset të mos hezitojnë, të fillojnë të krijojnë dhe të blejnë sistemet që janë në shërbim të tyre. Skuadra e Master IT është këtu për ata. Dhe unë të pyesja, unë e shikoj që ai besimi yt, ashtu siç e keni nisur vetë, me dhe të gjitha hapat e biznesit i keni ndërmarr, juve e keni këtë frymën dhe i mbështesni bizneset e reja. Por nëse do kishit mundësi që të zgjidhit një mesazh, çfarë mesazhi do kishit si për marrësit e ri? Jo vetëm të rinj në moshë, por për ata që duan të nisin një biznes. Unë do të thoya të guxojnë. Nuk ka rëndësi se cilat janë sfidat, por duhet të marrin hapa konkrete të guxojnë. Kjo është një nga ato gjëra që çdo kush, çdo i ri duhet të bëjë përpara se të mendohet, është më mirë që të veprojë. Pra mos mendo, vepro. Kuptohet, mendimi është i rëndësishëm, sepse ti në bazë të mendimeve do marrësh masat e dhura për të vepruar, por shpeshherë dhe mendimi i tepërt të bën që mos të reagosh. Unë mendoj që suksesi i çdo biznesi dhe çdo biznesmeni nuk ka qenë fakti se ka qenë shumë i matematik, por ka qenë shumë mirë i arsyetuar, i menduar ose logjikshëm, por ka qenë sepse kanë marrë hapa. Të marrësh hapa sot është çështja e suksesit për të ecur në biznes dhe në çdo fushë të jetës. Faleminderit, Erika. Në fakt, një nga gjërat që unë do doja të theksoja ndonjëherë ne le të themi stepemi pak nga realiteti në Shqipëri, stepemi pak nga gjërat të cilat dëgjojmë dhe shohim çdo ditë, por çfarë unë do të inkurajoja të gjithë si përmarrësit e rinj ose ata që duan të ndërmarrin hapa, është që të kenë besim në veten e tyre, të kenë besim në zgjidhjen e tyre. Nëse do të kenë besim mjaftueshëm, mendoj që asgjë nuk do t'i step mbrapa, pra nuk do t'i kthejë mbrapa, sepse do kenë të gjithë mundësinë e duhur për ta vënë në plan atë se çfarë dëshirojnë. Shumë faleminderit. Pra, me besim dhe guxim, veproni. Mos hezitoni. Hezitimi, si thonë, e vrejta të iniciativën. Shumë faleminderit, Master IT, Dritan, Erika, Marina. Shumë faleminderit për këtë bisedë të këndshme, frymëzuese dhe me këto historitë e bukura të një biznesi që ka 10 vite, mbase ka shumë të tilla, por mund të takohemi sërish. Shumë faleminderit për Faleminderit shumë për ftesën. Sukses me siç ndam eksperiencën tonë dhe sfidat që ne kemi kaluar dhe inkurojmë çdo i ri të ndërmarrë hapa për të bërë një gjë, për të hapur një biznes ose për të ndërmarrë një gjë në jetën e tyre.